Përshëndetje, për gjithë, me që të shanirë, adhërus të fjallës bukuristike. Po në këtë aktivitet letrar, në shenjë botimit të librit të Sinan Sadiku dhe të Ëndrash, i cili për shkak që shëndetësore nuk kam mundërie, edhe që po komunikoj, por ashtu e ka procedurën që mos me pas takime me njerëz, për disa muaj. Kështu që është një vepër shumë e rëndësishme. Dhe mendu pikërisht që ku mendu vërtet, kështu i thash edhe atje natë në bibliotekë, tash nëse bëhemi ma tepër se që ka do bëjmë atje, nëse ju po e mbajmë këtë aktivitet kështu, me pak fjalë dhe në një diskutim që unë kemë. Unë përshëndes doktor Beni Cakollin, me cilin jemi njohur si nxënës, edhe sot e kësaj dite komunikojmë, bashkë bisedojmë edhe pëndjej një knashti që në ka ardhur sot. Doktori Sen Matoshin e kemi edhe referus. Po me karo, vetë, s'kër qarë gëtë një bojë, drejtorën e arsimit. A i drejtorën e arsimit, a drejtorën e arsimit në dërgjusë? Jo, drejtorën e arsimit, me kompetencë. Me kompetencë, mire, dhe gjithë juve pranishëm, me profesori Zeti në pa pak më herët, po këtë befasia e të takimit përgjësia smirë është një ma i ri, po se disha po është kako vindet, apo vjen asko vjen, po kërë pash në avjen syrë mirë, edhe gjithë ju të tjerët. Kështu që konsideroj që këtë takim është modest, po ka shumë rëndësi të madhe, për të thënë se për gjitha këto aktivitete që klubi letrar po ndihmon për pas shkretarë komunës që në ka dhënë këtë zyre dhe për herë pare kemi qenë me rinën herën e parë këtë zyre kështu. Unë e parë falendroj edhe sponsorin e klubit letrar në si Kërëzit Borovci, ka merë dhe më shtarë Borovci, që po në ndihmoj e rrëtimi shumë për shumë çështje të rëndësishme, edhe mësajet e përkrahjes njerëzve tanë, ku do që jemi, edhe ky libër është rezultati i kësaj pune që qyteti jonë Kamenica apo Dardanën përmes këtij libri ka bashku temët e kësaj treve, temët e kësaj. Besa e mora një mesazh shumë të rëndësishëm Muhamet Krasniqi Zoli, se kom thirrë gjithë që janë këto libër, kom thirrë edhe të tjerë që janë kom thirrë, do të sa kemi mund, dhe në pishkurën e qatë me shumë knashtësi, do të isha po i dhjom pa mundësi për atje, po thash, lutëm rrujma një libër, do të rrujma dhe të kështu që është një takim po të modest, po mund të them modelit evropian. Se jemi mësuar, kemë shumë njerëz, shumë karaballoke, e kështu besoj që gjithë që jemi, kur do që flet, jemi në temën e njohur. Kështu që për mos në zgjat më shumë e daren e dhe, qashtë po duhet të burë, nuk shkon pa njerëz të pushtetit, pa politike, se më tha një shoki një shkupë, tha një profesor i një tha me ndihmon komun një farë libri. Dhe thash ti po na shanë qysh me të ndihmon, kur nisë e mi do të ndihmon, kështu që dhe do fjalla për Ndëruar profesor në gjatë, ndëruar profesor, knasi që jam mësë në juve, unë këtu përfaqësoj vullnetin e kryetarit Ibrahima. Normal do të më konditori kulturës, po nuk është. Ajo që mund të them këtë momentur që në çdo takim që keni ftu, para së gjithash për profesorit jam shumë falënderues dhe më njohës gjithmonë, sikur që e kam dhënë edhe obligimin e madh që nga pozita që mbaj, ta bëj të mundur ta kultivojmë leximin e shkollës. Kjo është sot handikepi më i madh i sistemit arsimor, që sot e kanë dhe unë kam përgjegjësi të organizoj të bëj funksional, e që në një mënyrë tjetër nuk po arrit të bëj. Po flas nga ajo çfarë nuk kam arrit të bëj, se nga ato që kanë arritur bëjës fshata dhe kanë dëgjuar disa herë. Po konkretisht kjo pjesa e mangut të leximit që po bëhet nga gjëratat e reja është shqetësim edhe për mua dhe po ndikon edhe rezultatet që sot i kemi si nivel. Kjo vret në çdo moment. E kam me shqetësim edhe ju garantoj që në këtë mandat ajo çfarë do të garantim të arrijmë është vërtet të sjellim fëmijët në biblioteka, edhe të bëjmë mundur që në dorë të tyre mos marrë vetëm teknologjinë, po edhe këtë libra.
Prandaj ky numër i botimeve, fasia e botimit, do thonë, libra që janë shtypur, vërtet mendohet që të shpërndahet në për shkolla, e që fëmijët tanë të kenë mundësinë të kenë përdorur kur neve të arrijmë të bëjmë funksional shkollën edhe për lexim letrar, sepse është vetëm një mënyrë për ta jetuar kohën dhe çdo kohë. E vlerësoj shumë zotën Sinani, nuk e kam ditë që ka pas shumë detyrë, më tregoi profin e gjatë. E ndajta kohën edhe rezervova kohën për qenë sot këtu me ju, për respektin që kam për të dhe për punën e tij të vlefshme që e bën. Edhe kjo që sot ai ka arritur ta sjellë në dritë dhe sjellë në duart të tona, është një vlerë veçantë që ata përfaqëson drejt. Unë juve gjithë ju uroj sukses, uroj që çdo takim tonë, sikur shkumuru gjithherë, të flasim për suksese dhe mundësi të reja. Të gjitha këto patjetër duhet të reflektohen në suksesin e fëmijëve tonë, në zhvillimin e atyre akademik dhe emocional. Libri është ajo që e mundson këto. Seriozisht. Faleminderit shumë. Unë të bëra dhe të përbëri. Për konsentratë më shumë, filloj me, kemi dy kontesa. Kontesa parë është profesor doktor Hysem Toshi, cili është, do të thot vetë, do të në tonim, dhe një kontes tjetër, do të thot pjesë e parathënës së librit, që e kene edhe në libër, për shkak të edhe të mjetë edhe të që përfaqësojnë, do thot, përmes portalit Daniut, një parathënie të librit të Sinan Sadikut do të lexoj Bajram Kallaba, dhe pastaj një ato 2-3 poezi do t'i lexoj dikush nga praneshmet, nëse ka dikush do një ide, do një bisedë sa mendon, pastaj na pret një takim i një kafes edhe kështu më të restorantar. Përndesën do të bashkëru me Dani nga një herë nga... Plasunë në shtatë. Po, mami, nivel 2. Ndëruar kryetari të Trakosan, ndëruar drejtori i komunës së Pamenicës, zot Kërfën Dervishi, ndëruar krijuese, antarë të klubit teatral muzike. Unë me kënaqësi mora këtë botim dhe si them marr parasysh edhe momentet që po kalon shumë nderuari autori Sinan Sadiku, me kënaqësi u përgjigja kësaj ftese për një pjesë dhe problemi konkret sa të tove, lidhur me vlerësimin e kësaj panorame poetike. Themi është më përfaqësuesja e gjergjerdaneshme e poetëve të Dardanës. Prandaj nisur nga ky fakt edhe e kam titulluar këtë puntim Identiteti poetik i Dardanës. Mendoj që përfaqëson një farë identiteti të autorëve tonë. Pasioni i madh për letërsinë, që shpërfaqet si përbërës kryesor, si zgjedhje e lirë për ta formuar identitetin shoqëror, kulturor, intelektual, e ndërlidh Sinan Sadikun me sferën e krimtarisë letrare, me artin si një mënyrë e papërsërishme të jetuarit dhe të përjetuarit të realitetit. Duke jetuar punën për bashkën, ndodhurat në bilan përgjithshëm kanë ndikuar pa dallim jetë, një artiste përbën aspektin e veçantisë që dallon nga pjesëtarët e tjerë shoqërisë. Profesionet dhe veprimtaritë e tjera jashtë sferës letrare kulturore, ku spikat veprimtaria e tij adhetare, e bëjnë të dallueshëm si një pjesëtar të përgjithshëm dhe të dobishëm të bashkësisë njerëzore cilës i përket, por kjo nuk është arsye e kësaj qasje. Lidhja bashkëpunëtshme me letërsinë i jep ngjyrëm krejt veprimtarisë gjërtanishme të Sinan Sadikut, i cili është pjesë kreative e aktiviteteve kulturore letrare e bibliografisë sonë letrare si autor librash poetik, por edhe si kritik letrar i cili shpërfaq potencialin e vetë vlerësues për produktin letrar shqiptar që vjen në një format të njëkohshëm kritik e metakritik, madje kundruar në një rrafsh përgjithshëm kombëtar trajtimit të problematikës poetike të sistemit vlerave. Duhet thënë se formësimi i një rendi të vlerave letrare bazohet në një lexim të vazhdueshëm e pothuajse tërjetësor të veprave e të autorëve të letërsisë. Është e ditur se antologjitë letrare nuk reflektojnë vetëm shijet estetike, por në nivelin e kënaqshëm të ndjeve sistematike të shkencës letërsisë.
si në studimin monografik mbi rendin e vlerave në poezinë shqipe, ashtu edhe në përzgjedhjet panoramike e antologjike të poezisë së autorëve Dardanës, kërkohet kjo simbiozë interesante ndërmjet përjetimit estetik dhe një sistemi të formësuar e të qëndrueshëm të librave letrare. Dhe mund thuhet se librat e zënë goje janë produkti i kësaj simbioze që në shkrimet e Sinan Sadikut ndërlidhen në mënyrë të pashkotshme talentin e lindur me punën këmbgulëse për të njohur kufijtë e lartë e të parë të shëndijeve letrare. Ka libri i këtij i parë në poezi, titulluar Rrobat e Engjëllit, e derit e panorama poetike autorëve të Dardanës, e titulluar dhe Andrash, për në qerek shekulli, prania e tij me shkrime është dëshmi e një përkushtimi dhe ngritje të vazhdueshme e plotësimit me formate të reja shkrimore. Sinan Sadiku, bashkë me profesorin e Xhatregja, e palen anash edhe poetë e veprimtar tjerë kulturor si Kundërjan Davut Maliqi, Paki Krasniqi, Musa Ahmeti, Galim Tehiqi, Ibrahim Bishi, Azamini Maliqi, Shpresa Ajvati, Fatun Krasniqi, Ahmet Ibrahim, Refik Kryezi. Të gjithë këta dhe shumë të tjerë kanë bërë që komuna jonë të përfshihet në agjendat e veprimta kulturore që veprimtaritë letrare ta identifikojnë Dardanën në hartën tonë kulturologjike, qoftë nëpërmjet veprimtarisë të veprimta letrare kulturore, qoftë nëpërmjet votimeve të autorit. Vitin që vjen, bën 40 vjet veprimtarisë freskëme të klubit letrar mësiti, gjatë të cilave revista me të njëjtin emër është bërë një shenjë identiteti kulturor për shumë çka autokton për komunën tonë, ndërsa bibliografia e veprave letrare shqipe është pasuruar me vëllime letrare dhe me emra të rinj autorësh. Kushtor ka parë me mosbesim potencialin kulturor së e trete, të lënë pas dorë në gjitha pikpamjet, pas gjithë këtyre arritjeve është bindur për talentin, për kreativitetin dhe vendosmërinë e krijuesve letrarë, sikurse edhe për përkushtimin e pashoq që të krijohet një realitet i ri, duke pasur viteve të fundit edhe mbështetjen e biznesit Dardanës. Kompania Vllazër Barroci, për shembull, rentuesi kontributin për ndihmuar krahas zhvillimit material dhe infrastrukturor të ambientit tonë jetësor, edhe lidhur me përparimin e domosdoshëm kulturor e shpirtëror të shoqërisë. Në këtë kontekst, pra përrurimit sotëm, do ta çmoja edhe kontributin e bashkëdhënëtarit tonë, Dr. Enver Tahiri, i cili financoi votimin e librit të Andrash. Krahas veprimtarisë autoriale, pastaj kontributeve kritiko-letrare, sidomos angazhimit për organizimin e jetës letrare nëpërmjet aktiviteteve, si kundërjanëorët letrare, përrurimet e vepra, konkurse tradicionale, panajrat e librave e tjera, Sinan Sadiku një vëmendje ka kushtuar edhe identifikimit dhe vlerësimit të potencialeve letrare të Dardanës, të cilat i ka prezantuar në 3 votime. Fillimisht në panoramën poetike e tij pashuar, të cilën e ka përgatitur në bashkëpunim me Nezhat Rexha dhe Hysen Shikun, me synimin që të përfshijë krijuesit poetik të saj treve, e ku kanë gjetur vend poetët pa dallim të ndërtimit të artit të tyre, madje edhe poetë të cilët ndalidheshin me Dardanën në qoftë edhe me origjinën e tyre. Pra, nuk ishte kriter që të kishin jetuar ose të kishin bërë jetë kulturore në komunën tonë autorët e përfshirë. Ky kriter paksa i çliret me rastin e përfshirjes në panoramën poetike të Dardanës dhe mosvendosja ndonjë kriteri më të vlerësor letrar, kishte nxitur reagimin e drejtë lexuesve të këtij libri. Postirash, duke qenë punë e përbashkët në panoramë të tillë, përfaqësuese del me vështirë realizueshme edhe për shkakun e kuptueshëm të shijeve të ndryshme. Ndaj këtij libri u pasuan realizma e Sinan Sadikut që të hartohet një antologji që përveç se produkt i një vizioni autorial, ishte rezultat i kritereve më të qarta e më të avancuara estetike. Fundja, antologjia të lexime e zgjedhje personale, shpërfaqje e shijeve dhe zbatimi kritereve një autorit dhe si të tilla akseptohen më natyrshëm nga lexuesi. Kjo koherencë spikat pikërisht në antologjinë Këngë e Zgjuar, ndërsa në realizohet të vënë kriterën e vlerës artistike në rend parë, por një koshëm duke përshëndruar në poezinë për të rritur dhe duke mos përfshirë poezi për fëmijë, poezi humoristike, këngë dhe rapsodi. Si lloje kritereve të zbatuara dhe të përgjigjes kritike, në të cilën një ndihmë shmueshme ka dhënë edhe redaktori profesor Nezhat Rexha, kjo antologji vjen në një format reduktuar për 34 autorësh, kryesisht poetë, që deri atë botë kishin votuar për ideat e tyre. Paralelemisht, Këngë e Zgjuar në sistemin vlerëror letrar përfaqëson apogeun e krijetarisë poetike të Dardanës. Megjithatë, Sinan Sadiku 2 vite më vonë, pikërisht si jetë, vendosi të rikthehet te panorama e poezisë të Dardanës si një modus më gjatë përfshirjes së krijetarisë poetike, duke votuar librin Det Andrash, në të cilin janë përfshirë 57 autorë.
të lexosh me përkushtim kritik poetët e një drejta, të identifikosh autorët dhe krijimet e tyre më të mira, me qëllimin që ta krijosh një tabër përfaqësuese, një mozaik funksional i gjërimësh e stilesh ndryshme poetike, është vërtet një punë e vështirë, një punë që kërkon kohë, durim, vëmendje, dhe sidomos një vetdije se në këtë pikpamje nuk mund të ekzistojë një procedurë që të mund të merret si ideale dhe e pa të mira. Pavarësisht kësaj, autori ynë në Gjerdanin poetik është përpjekur dhe për mendimin tim ja ka dalë të rendisë perlat më shëndritëse të autorëve dardanës. Kur po shikoja numrin impozant poetëve përfshirë librin Deta Mbrësh, se si mbajti mendja të shëmbëllimi me numrin e veprimtarëve adhetar të treve soj. Dardana, një komunë periferike, e lënë pas dore pothuajse në gjitha kohët dhe në gjitha sistemet, ka prodhuar kaq shumë ndjesi arti, kaq shumë shprehje të bukura poetike, mendime të thella filozofike, dëshirë për fjalën e zgjartë dhe dashuri për vendlindjen e paraplejve. Mbaj mend, në vitet 90, kur po diskutonin me Sinonin për kapacitetet krijuese të krijuesve letrar të Kamenicës së tashme, ai më tha se si komuna jonë, nga ata që jetonin në të nuk ishte asnjë antar të vetëm lidhur në shqiptarët e Kosovës. Sot, panorama e tij poetike, që po apëroj, është marrë për një ndryshim vërtetësor, për një jetë pasur letrare, përgjithsisht kulturore që është frukt të punës së palodhshme, e vullnet të madhe dhe i funksionimit të klubit letrar muzike. Ndonse një numër i madh krijuesish të poezisë janë përfshirë në këtë panoramë, theksimi i emrave të tyre është imperativ i logjikshëm, pavarësisht se do të marr pak kohë. Kriteri i nditjes ka qenë koha e botimit dhe përmbledhja e parë të poetëve, një numër i madh i cilëve kanë shkruar më shumë se një vepër letrare të prezantuar sipas rendit të juës. Nuk po i përmend ashtu siç janë Muharrem Shahiqi, Ali Ulvica, Mehmet Sotulli, Mustafa Morina, Daud Maliqi, Zikir Fazliu, Hasan Bunjaku, Akif Bunjaku, Hysek Qiku, Shajb Krasniqi, Nevin Bunjaku, Beqir Buzuku, Mustafa Spahiu, Rustem Geci, Emir Krasniqi, Symber Shahica, Izet Kallava, Sulejman Dërmaku, Muharrem Kusumi, Alush Cana, Ishi, Qemka dhe Kastrati, Savile Kishmisi Pasha, Baki Krasniqi, Bajram Kallava, Muhammed Krasniqi, Abdush Cana, Gjat Regja, Njazi Kastrati, Isa Dërmaku, Gjat Ozuku, Sad Metër, Shaban Cakonu, Levik Leqi, Livere Maka, Bajram Kusumi, Sise Disha Kërësi, Kaj Kashi, Musa Zushica, Sabira Mabaja, Halim Matush, Shëqet Cakolli, Silvia Blasi, Katerin, Renisa Diku, Këmer Leqi, Muharrem Hoda, Dan Kusumi, Femit Cakolli, Emine Maliqi Zahiri, Bukurie Buqpapa, Jasmir Marina, Kimete Kreziju, Shpresa e Vazi Shehu, Fatën Krasniqi, Donjet Latifaj dhe Zamira Reqepaj Mehmetaj. Është qartë se disa nga poetët e kësaj panorame me kohë janë bërë emrat njohur për masën që ka përcen kufit e treves, duke hyrë kështu në korpusin e vlerave tona kombëtare të tërësisë, qoftë si rezultati i vlerësimeve e çmimeve të fituara, qoftë si rrjedhoi e ndikimit mendimit kritik letrar në ne. Marrë parasysh karakterin relativ e subjektiv të secilës hierarki vlerore, konsideroj se autori ka bërë mirë që nuk ka synuar një renditje të bazuar në perceptimin e tij timologjik. Për formatin e kësaj panorame, si shpërfaqe identitetit poetik të autorëve të Dardanës, një meritë ka edhe redaktori i saj, profesor Nejat Rejja, i cili përballë kësaj materie shumë planshe dhe komplekse ka vënë mes shmoshme me sugjerimet e tij të dyra. Duke përfunduar, shpreh bindjen e përgjithshme se libri Deta Mbrësh, panorame poezisë poetëve Dardanës, në të gjitha kuptimet, duke nisur nga aspektet përmbajtësore deri tek ato formale, është një botim mjaft përfaqësues, përfshirë këtu edhe komponentë teknikë botimit. Veçanti e këtij libri është edhe parathënia e titulluar Kopshti poetik i Dardanës, në cilën Sinanca Diku me vërtetim të njohur spikator të kritikut mendje për po pron aspektin kronologjik të lindjes krimtarisë poetike në trevin e Dardanës që përbën një kompletor në fillë historiko-letrar, por edhe portretet estetike të poetëve prezentuar të skicuara me vështrinë analitike dhe jo rrallë, edhe me përgjithësime si shprehje saksimi të identiteteve specifike letrare që gjenve në këtë panoramë. Nderuar pranishëm, do dëshironim që me ne të ishte edhe autori Sinanca Diku, i cili po e mungon të eventet të rëndësishëm me rëndësi të përshtatshme kulturore për Dardanën dhe veçmas për komunitetin të këtush. Sigurisht, ne që gjithë jemi me të, me dëshirat e sinqerta që shëndeti i tij të përmirësohet plotësisht, që na aktivitetet vijuese,
na gëzojmë me pranimin e tij, e të na begatojmë me artin e bukur të fjalës poetike dhe me vështërime gjithsesi interesante për letërsi. Hajde, Bajram. Përshëndetje si zakonisht. E mira këtij takimi do të përsëris se ta kishim këtu autorin e këtij libri, dhe të Ëndrash Sinonit, po ja që e na mungon për shkaqe shëndetësore. Prandaj leximi parathënies së librit më besu mua, në rast do ta lexoj në vazhdim. Kopshti poetik i Dardanës, pra titullohet në këtë mënyrë parathënia, i librit Det Ëndrash. Det Ëndrash është një panoramë e poezisë së krijuar nga poetët që kanë jetuar e jetojnë komunën Dardanës. Pas botimit të përzgjedhjes Këngës Gjuhar, në cilën është prezantuar krijimtaria poetike e 34 poetëve, më duk se ju kam mbetur borxh nga disa poetëve dhe hyra punës për të hartuar një panoramë në cilën do të prezantohet poezia një numri më të madh poetëve, të cilët kanë krijuar vera që plotësojnë kriteret për të bërë të njohur nga rrethi dhe vëzhgjerë lexuese. Duke shpjetuar libra, duke lexuar e rilexuar dhe selektuar poezi, arritën përfundim si javlen që në panoramë të çdo vend poezi të 57 poetëve dhe poeteshave. Pavarësisht qëllimit, që në libër të përfaqësohen sa më shumë poet, më është dashur të përmbajmë disa kritere elementare estetike, të cilat nuk i kanë plotësuar poezitë të disa njerëzve, poetë pra, që kanë shkruar dhe botuar libra me poezi. Qëllimi im kryesor si hartuesi i kësaj panorame është që poezitë më të mira, vlerat më të larta artistiko-letrare, krijuara nga poetët e komunës sonë, të bëhen të njohura një rrethi sa më të gjerë lexuesve. Duke u përpjekur sa të vlerat të prezantohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Duke pasur përballë kriterin estetik, gjithnjë sipas kulturës letrare dhe shijesime estetike, poetët do të përfaqësohen nga 8, 7, 6, 5 dhe 3 poezi. Jam përpjekur që nga secili poet t'i zgjedh poezitë më të realizuara artistikisht. Ka mundur që poetët i prezantojnë me më pak poezi, për shembull, duke filluar me 1 dhe duke përfunduar me 6, por kam shkuar në një numër më të madh me qëllim që prezantimi të jetë më i plot dhe që lexuesi ta ketë tërheqje më të begatshme, po dhe mundësinë e përzgjedhjes. Në këtë panoramë janë përfshirë poezitë më të realizuar të gjithë poetëve të komunës sonë, pa marrë parasysh në kanë shkruar për të rritur apo për fëmijë. Së pari, te krijimtaria poetike e disa poetëve, madje edhe shumicës prej tyre, nuk ekziston një kufi i qartë, aq më pak një numër i cili ndal poezitë për të rritur nga ato fëmijë, nga ato për fëmijë, dhe së dyti ato poezitë të cilat i kënaqin shijet estetike të fëmijëve dhe të rriturve. Kështu ka menduar dhe poeti italian Benedetto Croce kur ka shkruar: libri i mirë për fëmijë është ai që mund shijohet pa kufizime, pa rezerva dhe nga të rriturit. Nuk vlen për fëmijë gjithë ajo që është shkruar për të rritur, mirë po krejt ajo që është shkruar për fëmijët duhet të vlejë edhe për të rriturit, qoftë edhe nëse është një vepër artit. Disa nga poetët e krijojnë paralelisht si poezinë për të rritur, ashtu edhe për fëmijë. Poeti Abdush Sanaj, që kryesisht konsiderohet poet për fëmijë, ka shkruar poezi vërtet të bukura edhe për të rinj edhe për të rritur. Të gjithë ata poetë të cilët kanë pasur mundësinë e përzgjedhjes, pra që kanë krijuar poezi të bukura për fëmijë, ashtu edhe për të rinj dhe për të rritur, i kam zgjedhur këtë të fundit. Këtë e kam bërë jo për ndonjë bindje se poezia për të rritur është më me vlera, më e lartë ose më e dobishme se për fëmijë, sepse poezia ose është e bukur ose nuk është e bukur, por për shkak të natyrës së librit që kryesisht u drejtohet lexuesve të rinj dhe të rritur. Renditjen e poetëve në panoramë kam bërë prej më të vjetrit, Muharrem Shaiqit,
i lindur në vitin 1927, deri tek më e reja Zamira Rezefa Mehmetaj, i lindur në vitin 1999. Megjithatë, vëmëndaria krijuese, librat e parë të botuar të shumtën e rasteve nuk kanë shkuar sipas kësaj rrjedhe. Kjo për faktin se disa poet, librat e parë në poezi kanë botuar në moshë më të re, e disa të tjerë në moshë të shtyr. Në bazë të informatave që kam arritur të siguroj deri më tani, që nuk janë të plota, në vitin 1956 kanë filluar të botojnë poezi dy poet të komunës sonë, Alihu Rubrica dhe Mehmet Surdulli. Poezia e parë e Alihu Rubricës, Zogu dhe djali, është botuar në revistën Pioneri, ndërsa poezia e parë e Mehmet Surdullit, Natyra dhe njeriu, është botuar në revistën Zani i Rinis. Pra, libri Vrag e Kunon të këtij autori dhe të autorit Muharrem Shahiqi, i botuar në vitin 1963, është libri i parë i botuar nga një poet i komunës sonë. Prej atëherë ka ardhur duke ushtuar si numri i librave botuar është edhe numri i autorëve. Gjatë viteve 60 të shekullit të kaluar, librat e parë i kanë botuar 2 poet. Gjatë viteve 70 një poet. Gjatë viteve 80 3 poet. Gjatë viteve 90 16 poet. Gjatë dekadës së parë të shekullit 21 15 poet. Gjatë dekadës së dytë 7 poet dhe gjatë dekadës së tretë 8 poet. Pra në këtë përzgjedhje janë përfaqësuar poet që përkasin gjenerata dhe brezdive të ndryshme, duke filluar nga vitet e 60 të shekullit kaluar deri në vitin 2015. Shumica poetëve të përfaqësuar në këtë përzgjedhje e kanë kaluar fëmijërinë dhe rinin në komunën e Dardanës. Pastaj disa prej tyre janë shpërnguar. Është e pakontestueshme se këto dy periudha të jetës së njeriu lënë gjurmë të thella dhe të pashlyeshme të secilit individ, duke u reflektuar veçmas në krimtarinë poetike. Fëmijëria, rinia, vendindja janë reflektuar në krimtari poetike të këtyre poetëve dhe kjo shihet edhe pas një leximi sipërfaqësor të krimtarisë së tyre. Prandaj në bojësitë e tyre janë shprehur dëshirat, synimet, ëndrat, shpresat, gëzimet, pikëllimet, dashuria, sfidat e njerëzve të kësaj treve, është shprehur edhe shpirti i tyre, tradita, këngët, mitet, legjendat, prallat, ngjarjet të ndryshme, padrejtësitë, është shprehur e kaluara dhe tashmja, po është projektuar edhe një ardhme më e mirë. Si do ta shihni në kopshtin poetik i krijuar nga poetët e komunës së Dardanës, është i pasur me lule të gjitha ngjyrave, të gjitha aromave që të kënaqin shpirtin. Disa nga këto poetë, falësisë së krimtarisë tyre, ka herë kanë kaluar nivelin komunal, regional, janë bërë të njohur në nivelin kombëtar. Megjithatë, e them pas të dilemë se në ambientin tonë kulturor dhe akademik, ku lokalizmi është me ndikim të madh, disa nga këto poetë, pavarësisht vlerave që kanë krijuar, nuk kanë arritur të afirmohen aq sa e kanë merituar. Shembull konkret e kemi poetin më të vjetër të përfaqësuar në këtë përzgjedhje, Muharrem Shahiqin. Jo pak poetë të njohur dhe të favorizuar nga kritika letrare, nuk kanë shkruar poezi më të bukura se Shahiqi. Madje disa prej tyre nuk e kanë arritur kur nivelin e tij. Kritikët letrar, studiuesit e letërsisë dhe historianët e letërsisë bëjnë vlerësime, klasifikime dhe selektime, duke reduktuar numrin e poetëve në një rreth më të ngushtë, por zakonisht është dukshëm më i madh numri i poetëve që kanë krijuar poezi të cilat e kënaqin shijen estetike të lexuesit. Dhe shpesh dallimi midis poetëve që janë sistemuar në mesin e elitës së ngushtë dhe shumë të tjerë që kanë mbetur jashtë është jetë i vogël, ose nuk ekziston fare. Shumica e njerëzve, duke më përfshirë edhe mua, i dëgjojnë një numër të madh të këngëve, të llojeve dhe stileve të ndryshme, muzikë popullore, folklorike, të lehtë, zbavitse, rock, rap e tjerë. Në një moment, njeriu e shijon dhe përjeton thellë një këngë, pastaj një tjetër, dhe bën me qindra e mira këngë që i kënaqin në shpirt. Pse të mos jetë kështu edhe me poezinë? Faleminderit. Në fund unë do ta falenderoja autorin që më ka dhënë besimin me lexuar këtë parathënie. Njeri të dëshiroj shërim të shpejtë dhe të jetës normale si krijues. Faleminderit e ju. Faleminderit të Bajram. Unë kisha dashur
që doktor Femit Sakovit në thot në 2-3 fjalë, edhe dikush që ka në fund në dherë ora 3 kemi kohën, kemi para pa, përshkak që pastaj kemi përshku me binde një kafe të restorantardi, pas disa diskutime dhe 1-2-3 poezi, e kemi personazhin e caktuar njerit që i ka me lexuar i pari, po Profesor Krashti, në qenë sot me juve, dhe me klubin Detroit City, komunën e Vezanës. Krashti e veçantë, ju që jeni mirë sot për këtë aktivitet, keni pas sigurisht 100 arsye me kanë dikun tjetër, por keni vendosur më nderua puna e krijuesit Sinan Sadiku me këtë trez të re poetike që ka sjellë. Edhe në Krashti me dëgjuar që komuna ka dhënë të hapësirë për klubin e juaj. Por ashtu si që përstrit nga gjithë, vërtet është për keqardhje që sot në mungon Sinani në këtë kërkesë. Një studius i letërsisë ka thënë se në letërsinë botërore janë shtruar vetëm 2 trueza të mëdha letrare. E para në truezë letrare thotë se e ka shtruar Homeri, edhe këto të tjera pastaj kanë vazhduar. Dhe një arketip tjetër i letërsisë, a e thotë se e ka shtruar një truezë tjetër të madhe Dostojevski. Edhe sot mundë me thamë se lirisht më thejme të gjithë se një truezë këtu që e ka shtruar për poetët e komunës tonë është Sinani. Edhe me njësë për këtë kujdes, unë vete përjetoj, sidomos ata që nuk banojnë në Kosovë, menoj që e përjetojnë si një kujdes edhe si një tregues dashnie për fjallën e kultivuar poetike. Ta është veç një 2-3 fjallë për sa përket poezisë edhe poetëve që mund të ndërlidhet pak këtu edhe me këtë përmbledhje vjeshtësh. Ne kur ishim dikur student edhe dikur studius, na e më thonë prej autorëve ndryshme se cili është funksioni i poezisë ose i letërsisë në përgjithësi. Edhe na e më thonë dole i teorirë është ndryshme, se është pasqyron vërtetën, pasqyron atë, është kjo është format e ndryshme e teoritë ndryshme. Po, diçka se çka zhvillohet në letërsinë amerikane për kohë dhe në kritikën e tyre, ata janë duke pa letërsi në përgjithësi prej Homerit e këtej, ashtu edhe prej epit Gilgameshit, që misioni vërtet i letërsisë është ka një mision me gjetë kuptimin. Kuptimin racional, iracional, emocionet, instinktet, prirje tjera të pranueshme, të papranueshme, dhe ky kërkim është i pandalshëm. Gjetja e kuptimit si synimi i poetit. Poeti ose poeteshja është konsideruar që është sikur mbreti edhe mbretëresha. Poezia mbretëresha e arteve. Përpara poetët kanë pasur një status të veçantë. Sikur se profeti që ka pasur një shoqëri, jo vetëm me elekuencën, po me depërtimin e thellësisë të fjalës, dikur kështu janë cilësuar poetët. Normal që ne tani jetojmë një shoqëri ndryshe, ku krijuesi nuk e ka më vendin duhur. Por me këtë çfarë desha të them është që një trajari se cilin krijues që është prej komunës tonë. Edhe ky takim është shumë i mirë, se nganjëherë ne ma xhepsemi prej takimeve të mëdha, po tani që më e dobishme është edhe një herë në muaj nëse bëhet me qëllim kështu. Edhe mund të takohemi kemi shumë autorë, kemi shumë libra, kemi shumë figura, kemi shumë mundësi e motive, pse të mblidhemi edhe ju përgëzojmë për ftesën së parë të mësar, edhe gjithë që jemi sot të përgjithshëm. Faleminderit edhe gëzime e shihin sukseset të reja. Faleminderit Femi. Po këto takime kanë që dhe të themi do një fjallë, po dhe ta marrëm do një fotografi, dhe shohim për nesër çka mund të bëjmë pak më shumë më ndryshe.
Nëse ka dhe dikush për të ndonjë një fjallë, direkt mund drejnë atëm. U lidha me fjalën e Femiut, të përshëtes, ku tha vepra paraqet një kuptim. Ose është një sistemi amerikan e kritikëve letrare në gjithë shkatimin, po me gjithë shkatimin e saj. Në lidha prej një përvoje gjatë studimeve, ne kemi pas profesorin në ndërum Hasan Mekulin, profesori i letësive, edhe ka qenë shumë, një profesor pedagog ka qenë shumë i mirë. Kriteret e tij kanë qenë në sa kemi kuptuar na 3 në gjatë vlerësim. Mos pari ati ka interesuar nëse ke lexuar veprën, me bind atë që e ke lexuar. E dyta, atë që ka thot ti kuptimin. Çfarë mesazhi përcjell vepra? Është më e rëndësishme. Po dhe një poezi e thjesht edhe ai do të përcjell një mesazh. E te krijuesi do thotë ky element duhet të qenë për herë prezent. E tjetra pastaj në vlerësim, por këtë e lidha me çështjen e vlerësimit, se nëse këtë është i e pajtu me një vlerësim profesorit, këtë thonë jo, s'po pëlqej kështu, atëherë ke hytin diçka në analizë thellë, veprës letrare gjallë të tjera. Po, për shembull të Dostojevski Krimi dhe dënimi është një vepër me 2 volume, nështë të zrati e shumë. Okej, edhe ato që ka lexuar vepra do të dinë për çfarë bëhet fjalë po. Profesori arsyetoi ke shumë mirë, e pse u bë krimi së bolove, se një plak me myt me marr pasurinë edhe ato me shndru foldin e saj se varet e plakës me shtit funksionin nevoja studente. Nëse do bën këtë thjesht diçka po. Këtë thash edhe në çështje kuptimit që çfarë kuptimi përcjell, këtë plakë e dietës së të tjera shumë që kanë një mesazh shumë thjesht, po është shumë domethënës. Faleminderit. Unë i lash vetë. Po supozoj se nuk i ka thonë atë që ka unë dhe Kjo është garanci. Po, duke pas parasysh gjithë këtë vlim të poezive, po edhe të poetëve, unë po shoh se poezia po rinohet, por poetët plakën. Çka të bëjmë që poetët i bjejnë edhe nga shtresa e mëtrimeve, që krahas moshës, krahas vlimit të poezive të na shtohen edhe poetë të rinj. Ajo pra mungon në shumë manifestime, jo vetëm për të lexuar, por për të shkruar, domethënë ata. Prandaj, duke pas parasysh këtu edhe prezencën e drejtorit, është një herë lutje e imja, besoj që pajtoni edhe ju, që ta bëjmë një lidhje, ta bëjmë një koordinim edhe me shkolla, që t'i stimulojmë ata për të shkruar. Se përndryshe ne jesim ngishta diku që janë disa poetë që shkruajnë, se plakemi, jemi, por nëse nuk bëhet kjo lidhja me gjeneratash, atëherë do të apsoj gjenerata e tretë. Prandaj, ne sot me arsye edhe kritikojmë, po gjyshërisë të gjyshit tamë, pse ata s'na kanë lënë diçka. Shkrim qoftë poezi, prozë, tregime e tjera, dhe përderisa i kritikojmë ata, atëherë t'i vëmë edhe vetes një kritik çka po bëjmë ne që t'i kemi edhe rinë. Kaq. Përndrej shumë, prof, përndrej gjithë. Ju garantoj se disa i lexu të këtu referate dhe kontesa, edhe unë kujtova se shkam me bo nga pozita që këtu. Ju garantoj që ka ekzistuar një vullnet i plot që të shpërblehen të gjithë fëmijët të cilët rezultojnë suksesshëm në garat komunale ditorisë dhe shkatësimit. Të premten, dhe sot një javë jonë ndarë, kanë shku në llogaritë të mësimdhënësve dhe nxënësve veç e veç, dikon 11.088 euro si vjetë më ndajten për nxënësit shëmbullor, rezultative dhe mësimdhënësit punëtor. Nuk kemi bërë ndonjë kualifikim të veçantë se për cilat gara shpërblen fëmijët, mi po konsideroj që duhet me inicu, pra kjo është çfarë unë mendova derisa ishme këto minuta bashkë, që me specifiku konkretisht me fëmijët të cilët lexojnë. E tash, sa qysh me bëhuta si ma kuantitative, se cilësore është prapë drejt e drejt në mësimdhënësit në shkollë,
në mënyrë që edhe kjo që sot po ndarë mjaftu shumë buxhet për shpërblimin e nxënësve për të motivuar për punë, të referohet apo të ndikohet drejt të leximit. Kjo kështë qenë një hap i parë për cilën në kam vullnetin e plot, se e di që kryetaria ka shprehur plot këta për gjitha fushat e jetës. Ndërsa po duhet me specifiku tash edhe për leximin. Ju garantoj që vitin tjetër se të jemi shnash e mirë me takimet sikur kjo, komë referuar edhe për këtë fushë, ku më pas ndikimin, që të paktën ata ta kenë stimulimin e mjaftueshëm, e që edhe mësimdhënësit pastaj një mjet shtesë në kultivimin e leximit në përshkruaj. Zotit ka që në këtë mesazh deri në fund. Na kem një disponibil pak minuta, po do të lexojmë vetëm një poezi që është shkruar në Amerikë, dhe na që shkruaj këtu nuk lejojnë poezi me lexuar në tonë, po njerëz që janë këtu dhe kanë shkruar poezi në Amerikë, profesori Zet, po vjen ti me lexuar poezi. Faleminderit. Edhe pastaj mos të harroj, autori ka porositur të gjithë pranishme nga një libër për juve. E para, faleminderit Edhe Zotit dhe gjatë, faleminderit komunës, Dardanës, që e ka botu një libër timen, mundësin në botik. Edhe t'ju them të drejten, unë është shumë shkurt, s'po flas për një se e komponomi, po mendova të shkojnë Dardanë, që komponu 73-ën, edhe këmë dhënë një kontribut, edhe ata sigurisht më kanë dëru me këtë pjesë që më kanë bo. S'ka mos dhvi me dur, tha. Kjo ishte, edhe si përshëndetje për kolegë dhe komunën. Këtu në Dardanë. Këtu në Dardanë, dem bërba dem, shekullon arend dashurie, edhe kur do dona për gjumër fletë. Ëndër mbi ëndër, ura veu s'ka lidhen, ndashurit nartë në bëllyk rritën zona. Shtoj zëvallet që këne thëjnë shtizat, valën pirrike luajnë, buza gaz festonë. Këtë është fjalla për. Mbi hi urnash, syfat shpërthejnë, buzë qeshjes djeli bulzojnë. Krojt nuk ishtë karatuji, as gurës vjela, nort mirat liga etjen shuajnë, freskën shiojnë. Bariu, këngës maje kraja thot, melodi gjefe improvizon, me blegrim grigje polihimnojnë. Gurve të kalas, gjublet e grisur, pergamen arti rizgjon, dashurit rrugës djelit takohen këtu. Këtu shekullohen. Faleminderit, profesor Zet. Konsideroj se ishte një takim modest. Po dalim për marrim një fotografi të përbashkët, sepse kjo që ka ndodhur sot në përsëritje kur ndjesh. Prandaj mos t'i lëmë na ikin rastet. Edhe ju thash autorit ka porositur të gjellë nga një libër, lutem, edhe të shkoj pastaj te restorant.